Përshëndetje, mirë se erdhët në Food for Life. Unë jam Alfio dhe sot bashkë do gatujem një sallatë shumë të shijshme. Sallata quhet sallatë verore, se ka produkte të shtines dhe është shumë e thjeshtë, ka shumë llojshmëri produktesh, por ama shija në fund do ju lë pa fjalë. Për të vazhduar recetën tonë na duhet spinaku baby, kemi rucola, kemi bizelet e freskëta që janë fantastike dhe do të përdorim kru do pa gatuar. Kemi pomodorini, fara kungullit që kemi pjekur në furrë përpara, tono, mozzarella, presh, kastravec, karota, kemi lule shtrydhe, kemi citrus të kuq, që ka shumë vitaminë C, kemi djath parmigiano edhe mjaltin për të bërë salsen që do hedhim fund fare në sallatën tonë. Gjitha produktet do jenë të lara shumë mirë. Në radhë parë marrim preshin edhe do e presim feta shumë të holla. Dhe të bëj për hap pak. Pastaj më radhë hedhim pak spinak baby. Hedhim rucolen. Pomodorinit gjithmonë të lara shumë mirë, do i presim katëshe. Gjitha sallatat janë shumë të mira, janë shumë të lehta, edhe një gjë shumë e rëndësishme që mund t'i kombinoni me çfarë do lloj ingredienti mund t'i hedhni brenda. Për shembull tek toni gjeni proteinat, tek perimet tjera keni vitamina ndryshme, keni fruta, mjalti që është shumë i shëndetshëm. Çdo lloj produkti që ju zgjidhni t'i hedhni mund të kompensoni gjitha vitamine, proteine, gjitha gjërat që ju nevojite për trupin. E prerë dhe pomodorini, pastaj në nevojitet një qirus patatesh për vendosur karotat edhe kastravecin. Gjithmonë me qirus, feta. Pastaj kapim kastravecin edhe njëjta procedurë si për karotën. Tani është momenti i bizeteve të freskëta. Shumë e rëndësishme nuk duhet gatuem, s'ka nevojë për gatim fare. Se rrujnë edhe ma shumë vlerat ushqyese, i hapim me delikatesë edhe heqim vetëm kokrat brenda. Kujdes se do ju kthejnë e kokrat. Një gjë shumë e rëndësishme edhe për organizmin tonë, çdo ushqim sa më pak të zihet apo të piqet, është më i tretshëm për organizmin tonë. Tani vendosim ca lule shtrydhe, ka nevojë për ato vitaminat edhe për ata ftësinë që ka lule shtrydhja, edhe si për pjesën e ëmbël që ka. Edhe lule shtrydhën e presim gjashe. Okej. Tani vendosim pak mozzarella kubike. Marrim një citrus të kuq dhe do i heqim lëkurën. Edhe është shumë e rëndësishme që të hidhet vetëm pjesa e frutit, shikoni, duken dhe gvizat e bardha. Kemi hedhur dhe citrusin, tani kemi tonon, që ka shumë proteina, dhe normalisht peshku ka dhe vitaminë B12, që duhet për trurin e njeriu. Dhe e fundit do vendosim pak parmigiano. Kemi gati bazën e sallatës. Kemi hedhur gjitha ingredientet tona. Akoma tani pa e përzier, do ju shpjegoj që të bëni salsen për të hedhur te sallata. Ktu kemi mjaltin që kishim parë te ingredientet. Edhe tani do ju shpjegoj diçka. Ktu kemi futur pajullirin, kemi ufull move, mustard, krip edhe piper brenda. Tani do i vendosim një lugë mjalt, bollshme, edhe me një mikser do e grinim gjithën e do krijohet një salsë fantastike. Okej. Tani mjafton që të hedhim sipër. Pak e mos e teproni kurrë. Edhe tani shkojmë me përzim avash me delikatesë nga poshtë deri sipër. Mjafton vërtet shumë pak kohë edhe keni bërë një recetë fantastike, shumë e shijshme,
që është mirë për çdo rast, nëse nuk keni kohë, edhe është shumë e mirë se shumë receta të tjera. Sa fantastike. Dhe bukur kësaj sallate që ka brenda gjitha, me vitamina, me proteina, me çdo gjë ushqyese që ju duhet për trupin tuaj, që ta përballoni gjithë ditën, si në punë, si kudo që të jeni. Kemi hedhur sallatën tonë në pjatë, edhe tani kanë dalë mode sa ufulla balsamike, po ufulla balsamike është shumë e shijshme, vetëm thjesht tani e kanë bë si parfum, edhe kjo është pjesa e fundit që do i hedhë sallatën. Edhe sallata juaj është e përkryer, komplet fantastike, shumë e shijshme. Kjo ishte receta ime për sot. Ju falenderoj shumë që ishit me mua. Provojeni këtë sallatë që është fantastike. Ne shihemi sërish javën që vjen në Food for Life me receta fantastike, të thjeshta, të shijshme si gjithmonë. Për të përgatitur një sallatë verore ju duhen rukola, spinaq, pomodorini, karrot, kastravec, presh, mozzarella, peshk ton, lule shtrydhe, bizele, qitro e kuqe, parakungulli, parmigiano, mjalt.